bëjmë me një proces hetimor që po zhvillohet në lidhje me dyshimin për falsifikim të rezultateve zgjedhore, mirë po megjithatë procedura është në fazë shumë të hershme të hetimit dhe informatat më të detajuara besoj mund t'i siguroni edhe përmes organeve të ndjekjes. Klienti është në cilësi të anëtarit të komisionit. Do të thotë deklarata ati ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrohen. A dini se sa është numri i saktë të ndaluarve sot përpos klientit tuaj? Nëse nuk jam gabim rreth 60. Veç edhe edhe kështu mujtë me na tregu klienti uja ka thonë që e ka vrejt në i dallaver me vota ose që e ka ditë çka po bën ose kush prishtin votat në sistem ose çka ka thonë saktësisht për votat. Jo, sepse realisht kjo ka qenë përgjegjësinë e komisionerëve të qendrave të votimit. Megjithatë roli i klientit tim ka qenë në cilësi të anëtarit. Ne padyshim që kemi një garancinë të prezumimit të pafajësisë për gjithë këta që po hetohen. Mirë po megjithatë është do të thotë detyrë e prokurorisë të argumentoj këto pretendime për të cilat edhe është iniciuar kjo procedurë. Ai thotë se e ka pas për detyrë, ne që informojmë me ati, e ka pas për detyrë që të vetëm të lexoj vetë votimet dhe të caktoj se për kush përkend ka votu. Por që thotë evidentimi atyne deklarimeve të mia është bënë nëpërmjet kryesuesës së komisionit dhe thotë ajo nuk di çka ka shkruar, thotë ajo aty në procedurën e kompjuterit për shembull për evidentimin që ne ka bërë. Mirë po çdo gjë tjetër ka qenë në vend. Sa përket anës atij, procedura me informoj juve çka ka deklaruar se gjitha deklaratave në këtë mundësi me ndigju se është të paraponi me kod ashtu. Ai thotë çdo gjë që më thënë ka qenë në rregull në nivel unë nuk di si ka ardhur detaj. Për detyrë ka pas me përcjellësi. Edhe ato që kanë qenë dy përcjellësa. Përcjellësi i numërimit edhe përcjellësi i evidentimit nga ana kryetares komisionit në kompjuter, për shembull në databazë, se kush ka cilat numra i ka fituar. E thotë mirë po zakonisht gjatë ditës nuk ka qenë gjithmonë përcjellësi i kryesuesës për me evidentuar ato që ka ndodhur me kompjuter. Thotë edhe tash që ka qenë një dopsi, mirë po ta pas kanë pas të jushme që edhe 3 veta në komision mund me vazhdu me vëpu pas një pengesë.